إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح بيني وبين قومي بالحق وأنت خير الفاتحين. Falenderojmë Allahun subhanahu wa ta'ala për çdo begati dhe mirësi që na ka dhënë. Dëshmojmë dhe deklarojmë se s'meriton të adhurohet askush përpos tij dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguari i tij i fundit, paqja, mëshira dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që ndjekin udhëzimin e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Vëllezër të dashur, para se të filloj të flas për atë që kam për qëllim të foli sot, lejoni të foli një 4 pika parahyrëse të temës. E që e para është që na ka mësuar Allahu subhanahu wa ta'ala, ku na ka thonë laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Shembulltyrën më të mirë e keni tek i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam. Andaj duke e pas mësues ato, ai na ka mësuar në një hadith që e transmeton, që e kanë nxjerrë Imam Tirmidhiu, ku thotë men la yashkurin nasa la yashkurillah. Ai i cili nuk i falenderon njerëzit, ai i cili nuk din me falendëru njerëzit, nuk din me falendëru as Allahu subhanahu wa taala. Andaj lejoni ta falenderoj hoxhën për nderin, për respektin, sikur duhet ana me akthyer, me shpërblyen, nuk kena mundësi me shpërblyen ashtu që është din me shpërbly Allahu. Andaj lësë Allahun që ta begatej me të mirat të dunjas e të ahiretit dhe ta nderoj me xhenetet e tij të lartë. E dyta, vëllezër ndoshur, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si dhe gjithë pejgamberët e Allahut kanë pas mu'jize, kanë pas mrekulli. E një mrekulli që është veçuar tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është se ka fol pak në sasi, mirë ka lënë shumë me kuptu fjalët e tina. E edhe dietarët që janë pasardhës të pejgamberëve kanë thonë fjallë që nashta me sasi, me shkronja, me fjali janë të pakta, ama kuptimet e tyne janë gjona. E unë as nuk jam pejgamber, as nuk jam najfar dietori, shto që e kërkaj halallak para prakisht nëse e zgjati, sepse na do të me folë shumë për me lo me kuptu pak, andaj e kërkaj halallak para prakisht. Tjetra, vëllezër ndoshur, Allah subhanahu wa ta'ala thënë në një ajet, wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'u al-mu'minin. Përkujto, sepse përkujtimi ju bën dobi besimtarëve.
mësimi, sa të që është i mirë, është i duhur, është i nevojshëm, mirë por nuk e ka garancën çish ka thonë Allah për përkujtimin. Por na përkujtojnë njëri tjetrin, s'ka dyshim që ka me bë dobi tek besimtar, po thotë Allah. Andaj këto fjalë që do t'i flasun, padyshim se keni dëgjuar pe hoxhës se hoxhallarët shumë që ka në trevat tona shqiptare, Allahu i ruaj dhe elhamdulillah që kemi, e që nuk do të thamë diçka të re, kështu që mos u mërzitni kur përfitoni, pranojeni këto si përkujtim që të na bëj dobi me lejen e Allahut subhanahu taala. Në tjetër të zëndoshëm, hoxhallarët padyshim se temat kur i përzgjedhin, flasin për tema ose i kanë seri javore, ose flasin për tema përgjithshme, ose flasin për diçka që është aktuale. E unë me e bo seri nuk kam mundësi, me fol shumë nuk kam mundësi, sepse janë pak minuta, andaj kam vendosur të flas për një temë e cila është e përgjithshme, po edhe është aktuale gjithmonë në jetën e besimtarit, apo duhet të jetë aktuale gjithmonë në jetën e besimtarit. Ajo vëllezër dashur është padyshim xheneti i Allahut subhanahu taala. Qysh me e arrit xhenetin e Allahut subhanahu taala. Nuk dua të flas për mrekullitë që Allah ka vendosur në xhenet, për bekurit, për shpërblimin që ka vendosur për besimtar, për robët e tij sinqert. Po dua të flas se si me e arrit xhenetin e Allahut. Kjo është pasurja në dunjon tonë, në jetën e kësaj bote. Allahu gjithë e dini ajetin ku ka thonë wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nuk i kam krijuar njerëzit dhe gjinët për kurrë tjetër, vetëm me madhuru mua. A e kena pikë synim jetës tonë? Çet ajet Allahu subhanahu wa taala, që gjithë besoj që e di. A e kena çdo gjë që e bën në jetën e kësaj bote, synim me u kon Allahu i kënaqur, me adhuru Allahu subhanahu wa taala. A është ky qëllimi jonë? A janë punët e tona në razi me qëtë ajet? A shkojnë bashkë me këtë ajet punët e tona që i bona në këtë dënjo? Pra të zëndoshëm, Allah subhanahu wa ta'ala thënë një ajet suratul Mu'minun, e fa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Po thëtë, a keni menduar se ju kena kriju kotas në këtë jetë, edhe se ju nuk keni më kthy tek ne? Kullu nefsin dha'iqatul maut thumma ilayna turja'un. Çdo nefs ka me arrit vdekja, edhe keni më kthy te na. Amo a besojnë me të vërtetë që do ajete? A i kemë sinqerisht? A i besojnë me vepra është fjolla? Sepse po, themi ne jemi besimtarë dhe besojnë çdo gjë që ka thonë Allahu në Kur'an. Amo me vepra tona a dëshmojnë a njëjtë besimin përmes këtyre ajeteve. A e dim se vdekja është hak, a e besojmë? Pse nuk jemi më vepërmirë, pse nuk punojmë më shumë, pse nuk jemi më përkushtueshëm ndaj namazit, ndaj veprave të mira përgjithësi. Andaj vëllezër dashur, ajo tema që po duam me fol sot është sepse xheneti i Allahut është shumë i shtrenjtë vëllezër dashur. Nuk është sikur diçka e dunjos. Po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith që e ka nxjerrë Imam Buhariu dhe Muslimi, thot mawdi'u sawtin fil janna khayrukum khayru min ad-dunya wa ma fiha. Po thot një pjesë e vogël, son një kamçik, son një shkop, son një plom e xhenetit, po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është më e mirë se dunjoja dhe çka konton. Para mendoni vëllezër dashur, sa të mira, sa pasuria gjendet në dunjë, po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, veç një plom e xhenetit është më e mirë se këtë dunjoja dhe çka konton. E përshë xhenet vëllezër dashur, a kena bona projekt se çysh me shkuar këtë xhenet? A kena një plan të veçantë? Për shembull, nëse shkojnë aty ku pushime, e kena një plan, nuk nisun veç hajt. Ose na prej mërkotës kur nisemi për me orë me lindje tona, e këshyrën pak kjerin mjetin e udhëtimit se me a është në rregull, e ka dëguma, të frena mirë, a e ka vojnë në tru me kështu me rodë. Pra për kujdesu për me arritën tu, në dunjo. Mirë po, a kena plan, a i këshyrën vepra tona, a kena projekt veçantë, që kur dalën para Allah subhanahu wa taala me thonë, po Allah, që kjo kom projekti jem, që kjo kom ploni jem për me arrit xhenetin tanë të shtrenjtë. Edhe nuk e ka ditë këtë plan kërkush, për pas meje edhe teje. Me u kon i sinqert në projekt që e banë. Çdo kush le t'ja parashtroj vetës vetë këtë pyetje. Thash edhe njëherë, nuk jam
duke folur sot për bukuritë e xhenetit, sepse alhamdulillah hoxhallarët kanë fol, edhe nuk mundna me përtekuar sa dobi, sa shpërbime ka përgatitur Allahu në xhenet për këtë tina. Amo qëllimi jam është sa do pak me e prek atelin e gafletit që në ka kopën e përgjumja në gjithë botën muslimone. Me i kry do vepra, me i bo do vepra, do projekte që me arrit xhenetin e Allahut subhanahu wa taala. Pa të shim, vëllezërdashëm, se për me e bo një projekt duhur, për me bo një projekt pranueshëm tek Allahu subhanahu wa taala, do të më konë sipas Kur'anit dhe Sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do të më konë ai çush e thash, me ardha këtu na e kshyrë pak, e planifikojnë situatën, ai kem të porën në xhep, ai kem kjerën mirë kështu me radhë. Amo çka nuk e dina bashkë rrugën për menç. Na vjen një far, na gjuhën e internetit me thon GPS-i, na vjen ajo porta për me na kallëzu rrugën për me shkuar me arritën pikën ku dojna me ardhur. Edhe për xhenetin e Allahut subhanahu wa taala, Allah zëndoshën, na duhet harta, na duhet GPS-i. E kush është ajo hartë? Pa dëshim se është Kitabullah, është libri i Allahut subhanahu wa taala. E në to gjen njeriu projekte ndryshme. Mirë po fatkeqësisht, si umet musliman e kemi harruar, ja kemi kthyer shpinën librit të Allahut. Edhe për atë na ndodhin fatkeqësi. Jo individualisht, por si mbor umet na ndodhin fatkeqësi. Po thot Allahu në Kur'an: "Wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka." Ai i cili aktën shpinën në udhëzimin tim, ka me apo jetën me telashe, me sprova, ka me vështirësuar jetën. Amo, a nuk është që kjo të zëndoshën tu, kur na me të vërtet ja kena kthyer në shpinën librit të Allahut subhanahu wa taala. E sheh njerin, e sheh vëllau musliman, 10 vjet, 20 vjet, 50 vjet, fal namaz, nuk din me lexu librin e Allahut subhanahu wa taala. Pa dosh me e nëshmu kërkan, sepse Allah i ka nëshmu edhe maran. Ata Beni Israel, kur e kanë bojt, ato fletushkat e Tevratit, ka thonë shembulli i tij sikur te methalul himar, por sikur shembulli i gomorit, që veç e bordin librin, edhe nuk e lexojnë, nuk e shkletuar, nuk morin dobit që i ka ai libër. Që shto dhe zëndoshën, jena bo edhe na. Jena bo analfabet të Kur'anit, analfabet musliman. Nuk di me lexuar një shkruan prej librit Allahut çysh e ka zbritën. Para mendoni vëllezër zëndoshën, çfarë privilegji Allahu subhanahu wa taala ka zbrit libër për ty e për mua, edhe nuk jena në gjendje me i marr ato margaritor, me i marr ato shpërblimet, me i marr ato përfitimet që na duhen në dunjë edhe në ahiret. Vallai vëllezër zëndoshën, është pa u çudit çysh një njeri fal namaz so vite edhe nuk e merr mundin s'poku me anis me mësu fjallën e Allahut, me shikuar, me belgzuar në fjallën që ka zbrit Allahu subhanahu wa taala. Veç atë ndershmërinë që na ka bërë Allahu, që na ka zbrit libër, kush krijuesi i gjithë krijesave, krijuesi i botës, na ka shpall libër të veçantë përmes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, veç për që ndershmëri ja vlen me lexuar. E mos flasim për shpërblimet e tij, mos flasim për shpërblimet e tij të panumërta, që besoj një ditë hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka thonë se për një shkruan janë 10 sevape. E më i miri për ju është khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Ai më i miri për ju është ai i cili mëson Kur'anin dhe çfarë na mëson tjerëve. Andaj do zëndoshun këshilla jeme për me arrit xhenetin, për projekt xhenetit, është fillimisht mos e lëni, mos e shtyni asnjë çast. Lodheni hoxhët, lodheni hoxhallarët e ju në për xhamia kudo që jeni. Me a mësu Kur'anin. Atje në argjem të na ndodh ko Gjerman, ko Francez, e pranën islamin. Ja hop Allahu zemrën e pranën islamin. A e dini çka është puna e porë ose doshën që e veprojnë ata? Vallai është më mahnitën, që na si shqiptar e kena shumë problem. Edhe është shumë e keqe, shumë e nevoshme kur e shoh se çka po ndodh me vllazërit tu. Ai Gjermani, Francezi, Anglezi, kushdo që e pranën islamin, punën e porë, mas shqiptimit që hadithit, fillon me fal namazin. E dyta, dini çfarë është? Është mësimi i Kur'anit. Vallai vëllazëdoshën nuk ka një francez, një gjerman që ka pranuar islamin, gjoni ju që mundi me gjetën të regovani që ka pranuar islamin. Edhe i ka një vjet në islam e që nuk di me lexu Kur'an bëlbël.
E ka prej atyre të shumtve që shkruajnë tokat arabe dhe mësojnë gjuhën arabe, por edhe me e kuptuar për onë. Pra më dënë vëllezër ndoshta. Për një vjet që do puni kryt, se e ka hakikat, e ka me të vërtetë, e ka pranuar me bindje, me sinqeritet. Ama vëllezër ndoshta, xheneti i Allahut nuk është lojë, nuk arrihet të ne duke pi çaj ose shtrim krevet atje. Për dunjë çohën punoj. Për dunjë i shesh shqiptarët edhe mërgot atje ta mësojnë gjuhën e huaj me në 4-5 muaj. Pse? Vallahi hoxha po duhet për dunjë se ai shefi për të fut s'po ban me kështu si hot. Ama për librin e Allahut nuk ja kushton që të rëndësi. Se vallahi shumë e lehtë është me mësu librin e Allahut se son një gjuhë të huaj tjetër. Binduni, provojeni, keni me dhe tjetra vëllezër ndoshta. Projektet tona duhet apo duke i filtruar tek njerëzit e dijes. Nuk mujna na me bëni projekt që na shta mujna edhe me ahuqën, na mendojna që është i mirë, apo mendojna që është shumë i mirë, apo në fakt mujna me ahuqën. Se, që shka thonë Allah në Koran, fes'elu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Pyetni njerëzit e diturisë, pyetni dietarë, pyetni ata që dinë, për çato që ju nuk e dini. Andaj, projektet tona që i bojna për me arrit xhenetin, planin tonë që hartojna, është mirë gjithmonë me shkuar në biseduar me hoxhën. Sepse që ta hoxhallarë, alhamdulillah që i dim, i kina ata pasues të pejgamberëve që na tregojnë udhën ma mirë ka me shkuar. Që mos më ulafitën, mos më uashtuën, mos ne keq kuptuan në një tekst të fesë islame. Dhe doshë po du me treguar një rast kur kanë qenë përmendën librat e zohëtit atje të asketizmit. Kur një njeri i quajtur me emrin Shetik ibn Ibrahim e kishte marrë një projekt. Kishte vendosur me elon dunjën, mos me marrë me dunjën. Edhe kështonën, unë po du me elon dunjën, edhe më morën vesh me adhurim. Vesh e boj ibadet Allah. Po vjen një kuh, po e takon një edhaj asket i kuhës, por njeri më i ditur. Edhe po i thot, projekt interesant ose ndoshta, nuk është lehtë me elon dunjën. Na sot po luftujna, me thonë lene pak dunjën, mjekën pak në ahiret. Apo në atë kohë, ai e kalon dunjën komplet, nuk u morë kur qohesh me dunjën. Edhe po vjen ky Ibrahim el-Adhem dhe po i thot, qysh ka arriti me elon dunjën? Çka të shtyni tyje për me bo këtë projekt? Tha, jam konë të atunet me një hije një pëmës këto, edhe kom po një zëk plagëst. Komën, krohën e thynë. Tha, edhe keshtu medituar. Tha, qysh Allahu i jep ki zuku me hangër dhe me pi, qysh e është qenë, qysh rëndën të zëk. Tha, në moment, duke nejtë në hije, duke poshuar, erë një zëk tjetër i shtush. Edhe ja s'fulli tha ushqimin. Por e poshtë akton tha ubahnita. Thash, nëse një zëk i pavlerë, pa një krah, pa një kom, i plagëst, shumë i pavlerë. Edhe Allahu po e furnizon, po i jep rreth, po i jep në hangër, tha çkam nëse unë e lon dunjën komplet, edhe ju përkushtuar veç ibadet Allahut, tha edhe unë kam furnizuar Allahu. Projekt interesant kur tek shësh prej kësaj kohë. Amo, qysh tash, projektet do me filtruhet tek njerëzit e ditur. Ky Ibrahim el-Adhem, njeri i meqëm, i urt, tha, projekta interesanta, po pëlqen qysh e ke kuptu, sa ti, qfar shikimi, tha. Amo, tha, a nuk e këshysh ata prej një kondi tjetër atë? Tha, prej cilit kanë? Tha, po as ka arrita porosia pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se dura që jep është ma mirë sa ajo që merr, dura e natë është ma mirë sa ajo e poshtjat. Tha pse se mashe shembullin e zukut shtosh e ka ardhja e ka furnizuar këtë zukun e smut, po ti tha e more këto të smutit ta, dhe ti tha alhamdulillah na ka dhënë Allahu shtetën. E ki shtetën. Tha dhe po e merr shembullin e zukut smut, u qushe Ibrahim e kopi për qofën tha prej sutit ti e huqa jem. Andaj dhe zëndoshën, projekte tuna, planet tuna gjithsesi, duke u bazuar në Kur'an, në Sunet, edhe duke i filtruar tek hoxhallar, tek mësuesit tonë, që t'i kemë sa më të bukura për shkojmë tek Allahu subhanahu wa taala.
E prej projekteve vëllezërdashur kuranore, i pari thash është me mësuar leximin e Kuranit. E ka shumë plane, projekte që na ka dhënë Allahu subhanahu wa taala që me ndjekën, me mësuar edhe me praktikuar. Padyshim vëllezërdashur, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë fil jannati thamaniyatu abwab. Xheneti ka 8 dyr. Nuk e ka vesh një derë. Pse? Na njerëzit nuk jena krejt njësoj, nuk jena krejt një kuk. Ndryshojna, edhe projektet tona do të me ndryshuar. Nuk do me thonë, njoni për e banë qëtë projekt, krejt me nga masat e projekti. Po se cili me e pos, me e gjithë vetën e vetat të komundën. Dikush me e pastru xhamin, dikush me dolet e regullar rrimën, dikush e regullar ato, dikush ka pasuni, ka dhonë Allah, je për irtë Allah, e kështu më rodhë, gjithë se cili me e gjithë vetën e vetë, aty ku është i kënaqur Allahu subhanahu wa taala. Dikush që fatkeqësisht inshallah nuk bëhet zoti, thot Allahu Kur'an wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Paramendoni vëllezërdashur, Allahu ka thonë, e ka caktuar se nuk meriton të adhurohen askush përpas Allahut. Edhe më njëherë masojnë ka thonë, ndaj prindërve silluni mirë. Që fatkeqësisht sot e shohim neglizhencën ndaj respektimit prindërve. Vallahi vëllezërdashur, ai popull që nuk e respekton prindin e vet, nuk ka hajër të ta. Po thot Allahu në vazhdimin e ajetit, wala takul lahuma uffin. Mos ju thuj prindërve kur thot me ja kry një punë. Me uquti, me ja kry punën, edhe thot, me bo kështu me ofsh. E ki gjunat e ka Allahu. Po çka duhet me mshiruan që na thot Allahu, me mshiruan qysh në kanë mshiru ata kërë në punat vogël. E edhe ma shumë, sepse xheneti, knatësia e Allahut, vallahi vëllezërdashur është e knatësia e prindërve, andaj bane projekt, ai i cili nuk fol me vëllau, nuk fol me prindin, ka të loshe, ka probleme, zgjedheni këtu. Mos të nxjerrë vdekja, vetë se duke u qenë prindi i kënaqur me juve. Lutja Allahu subhanahu wa taala që na fal gjunohat, na fal gabimet tona, na fal shimet tona. Lutja Allahu subhanahu wa taala që na udhëzoj ne dhe rinin ton dhe pasardhësit ton. Lutja Allahu subhanahu wa taala që na begatoj me begatit e dunjos dhe ahiretit. Lutja Allahu subhanahu wa taala që na jep sinqeritet në atë që e themi dhe veprojmë, dhe edhe një herë lutja Allahu subhanahu wa taala që ta shpërtej dhe ta nderoj hoxhën tonë dhe nehotin. Kërkoni falje nga Allahu, nga sa Allahu është falës dhe mëshiruese. Qulu qawli hadha astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.